Ardena, themelimin e saj ka prej 32 vite. Në fillimet e saj është marrë me përpunimin e dorit, ndërsa 21 vite i ka në prodhimin e mobileve, ku prodhon edhe për tregun e brendshëm, edhe për tregun e jashtëm. Kryesisht 10 vite ka majtë eksport me lënë dori, elemente për karrike në gjithë Italinë, Greqinë, Maqedoninë edhe në Malzi. Sa vite keni që merrni pjesë në panajër? Në panajire ka qenë vitet e fillimit 30 vite. Nga viti 31, për në 30 vite ka dhe ka pas raste që ne kemi marrë pjesë 2 herë në vit. Është madhe panajiri pranverës dhe panajiri vjersës. Tash i ka kalu vetëm 1 herë në vit, ku janë 30 vite. Si ju duket këtë vit panajiri? Panajiri ka risitë e veta, po të thush një pjesë e madhe kanë ardhur me aksesor mobilerie, që është një tent, kurse me prodhues mobiles nuk ka aq shumë, janë 3-4 firma që janë prodhues mobiles. Tjerët janë vetëm tregti, blerje dhe shitje aksesor. Po Ardeno, me çfarë risish ka ardhur? Ardeno çdo vit në panajiritë e saj ka risitë e reja, trendin e ri dhe ju po ta shihni këtu jena me koloret e vitit, jemi me një kuzhinë speciale, me tovalin, me banaqe, me koltuse dhe Ardena po të thush pjesën kryesore e kishte me karrike, ajo ekzistojnë prap karrike dhe është një firmat ma prestigjore për karrike në Shqipëri, po ne kemi ardhur vetëm me 2 elemente të ri, me dhoma hoteli dhe me kuzhinë. Çfarë do thoni për klientët e Ardenos? Klientët e Ardenos janë, po të thush, të bekuar, ne kemi klienta për 20 vitesh, ata asnjë nuk na ta thënë, të gjithë u marrim shërbimet edhe aksesor kur u prishën, ne jemi pranë tyre dhe ne jemi shumë të kënaqur me klientën tonë. Do vazhdoni të merrni pjesë edhe në vitet në vazhdim në panajir? Patjetër, ne do marrim pjesë çdo vit dhe edhe klientat tonë, vizitorët që vinë, ata thonë pa Ardeno nuk ka kuptim panajiri. Kështu që ne jemi detyruar të vimë.